Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet më të fundit dhe në fakt sekretet që po zbërthehen në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë te Josefin Marku, një nga banorët, le të themi, i cili bëri një rikthim në shtëpinë e Big Brotherit, një banor që erdhi më ndryshe në këtë shtëpi, një banor që po tenton që të krijon lidhje dashurie. Në këtë rast tashmë po afrohet më shumë me Olën, pati një lidhje dashurie me Loredanën, s'po e kuptojmë në fakt arsyen pse Jozi është ndarë nga Lori, por nga momenti që Ledioni solli në shtëpi një videoklip ku ishin të përfshirë të gjitha memet që Lori është bërë në rrjetin social TikTok, duke ditur se çfarë impakti ka TikToku për të arritur famën e një personazhit brenda kësaj shtëpie, tek Jozi kjo gjë ndikoi dhe gjatë kohës kur po festonin në Storm Arena, Jozi e përqafoi Lorin, por Lori është nga ato goca që shkrihet menjëherë në puthjet apo në trupin e tij. Por në një rrëfimin e tij, në një bashkëbisedim që ka patur me Olën, Jozi ka deklaruar që në Zvicër ka një djalë. Valbona ka treguar që Jozin e njeh që më herët, do të thënë Jozi tash është ky Don Juani i shtëpisë, na është bërë lëmsh. Ka Valbonën, ka Loredanën, ka Olën, ka dhe një femër tjetër që ka deklaruar në trotuar në Top Channel Jozi që ka një femër që dashuron. Dhe në rast tjetër thotë që kam edhe një fëmijë në Zvicër. Tani se me kë e ka këtë fëmijë nuk e dim. Nga të gjitha informacionet që unë kam arritur të kuptoj, Joz Marku ka qenë një këngëtar që ka performuar në muzikat live në Zvicër, ka punuar pothuajse çdo natë në këto lokale dhe ndoshta atje mund të ketë krijuar një lidhje dashurie dhe ka lindur një fëmijë. Jozi këtë fëmijë ka pranuar vetë Olës sot që kam një fëmijë në Zvicër, ndërsa Gerta Gixhari gjatë ditës së djeshme në kuzhinë i tha Jozi që mos u mërzit se unë nuk e tregoj, do të thënë historinë, që Jozi ka patur 2 vite më herët me Valbonën. Ishte e kuptueshme, të gjithë dyshonim, të gjithë dham amencimet tona që Jozi dhe Valbona kanë patur një lidhje, sepse mënyra se si Valbona qante me dënes, nga dalja e Jozit dhe mënyra se si Valbona e theu kutinë e emergjencës për të shpëtuar Jozin dhe duke ditur vlerën e tij, duke ditur njeriu që është, duke njohur karakterin e tij, me patjetër që këtu do fshiheshte një diçka tjetër. Publiku është në siklet të madh dhe në hall dhe po pyeten se çfarë po ndodhen me Jozin dhe me Olën. Unë mendoj që Ola është një banore e cila lufton për të qëndruar deri në ditën e fundit në këtë shtëpi, për të arritur të fiton çmimin, edhe pse çmimi është i garantuar tek Gjesti. Pasi që Gjesti po luan një lojë dhe thash edhe që parë që ka thyer rekordin botror me qëndrimin në shtëpinë e Big Brotherit, izoluar dhe i përndjekur nga kamerat 24/7. Por mbi të gjitha, Jozi po shpreh pëlqyeshmërinë e tij, jo ndonjë afërsi, për shembull siç ka krijuar Aldo dhe Rizarda që le të themi po shkëmbejnë më puthjet e para, ndërsa mes Jozit edhe mes Olës nuk kemi puthje, por kemi thjesht pëlqyeshmëri, por në anën tjetër kemi Loredanën e cila godet me perlat e saj. Sonte në prajm me patjetër që do diskutohet Jozi, me patjetër që do të zbërthehen këto të vërteta dhe Valbona do të del shumë keq në gënjeshtër, sepse Valbona ka thënë që Jozi është shoku i vëllezërve të mi, në anën tjetër pretendon që të ketë një lidhje dashurie me Laertin. Besoj që tashmë Laerti këtë gjë do ta përdorën si bombë brenda shtëpisë kundër drejt Valbonës dhe rrëfimet bombastike të Jozit, të cilat na kanë shokuar të gjithëve. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj për këtë katërshe që në fakt është krijuar brenda shtëpisë. Jozi është bërë si ajo kënga këtë marrë këtë lë. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni marrëdhënien me Olën, si e shikoni marrëdhënien me Loredanën dhe këtë afrimitetin që ka Valbona. Ndërsa Valbona akoma si ka humbur ndjenjat e saj kundër drejt Jozit, në anën tjetër qanë Loredana, në anën tjetër e Don Ola. Si e gjykoni juve Jozin, edhe pse Jozi ka përdorur informacione nga jashtë? Kujtojmë që në një pikë kur kanë qenë të ulur me Gertën tek këndi Lori Kafes, Jozi ka përdorur Xhenkin, që nuk kupton është Xheneta, për të goditur Gjestin, edhe pse Ledioni që në natën kur janë rikthyer banorët ku 2 nga ato dolën, Xhibani dhe Amber, ndërsa Jozi qëndroi brenda, Ledioni tha që nuk duhet përdorur informacione nga jashtë, sepse edhe në rregulloren e Big Brotherit është një thyerje e ligjeve të Big Brother. A do ndëshkohet Jozi për këtë gjë? A do t'i del Jozi njëherë për gjithmonë e vërteta dhe të vazhdon në këtë lojë? Si do ndjet Valbona, si do e përjeton Ola, çfarë do thot Loredana, si do flasin opinionistët, këto do t'i ndjekim sonte. Do doja të marr mendimin tuaj rreth një raporti të krijuar që akoma nuk po merr dot një emër.